Plan 30 ditor mësimi, tregti Monineva 2, analiza teknike dita 11, rikthimi I çmimit të trend hyrja e zgjuar. Në ditën 11 mëson aftësi që ndan tregtarin e duruar nga ai I nxituar. Të presësh rikthimin e çmimit, jo ta ndjekësh atë. Shumica e humbjeve ndodhin sepse njerëzit blejnë kur çmimi është tashmë I shtrenjtë dhe shesin kur është tashmë I lirë. Kjo ditë të mëson si të hysh me mendje të qetë dhe me rrezik të kontrolluar. 1. Çfarë është rikthimi I çmimit? Rikthimi I çmimit është një lëvizje e përkohshme kundër drejtimit kryesor të tregut. Në një trend rritës, çmimi ngjitet, më pas kthehet pak poshtë dhe pastaj vazhdon rritjen. Në një trend rënës, çmimi bie, më pas ngjitet pak lart dhe pastaj vazhdon rënien. Ky rikthim nuk është ndryshim trendi, por frymëmarrje e tregut. 2. Pse rikthimi është normal dhe I shëndetshëm? Një trend pa rikthime, lodhet shpejt, bëhet I rrezikshëm, mbushet me vendime emocionale. Rikthimi pastron tregun nga hyrjet e nxituara, krijon çmime më të drejta, ofron mundësi hyrjeje me rrezik më të ulët. Trendet vazhdojnë përmes rikthimeve, jo pavarësisht tyre. 3. Gabimi I ndjekjes së çmimit. Ndjekja e çmimit ndodh kur çmimi po lëviz fort, emocioni rritet, filestari hyn vonë. Rezultati: hyrje e keqe, ndales humbjeje shumë e madhe, presion psikologjik. Në gjuhë të thjeshtë, çmimi iku dhe unë u hodha pas tij. Ndjekja e çmimit është tregtim me emocione, jo me logjik. 4. Hyrja e zgjuar në trend rritës. Në trend rritës, nuk blejmë në maja. Presim rikthimin drejt një zone mbështetjeje. Hyrja e zgjuar ndodh kur çmimi kthehet drejt një zone të rëndësishme. Rikthimi ngadalsohet. Shfaqet shenjë refuzimi e çmimeve të ulëta. Kjo hyrje ul rrezikun, rrit qetësinë, përmirëson përfitimin e mundshëm. 5. Hyrja e zgjuar në trend rënës. Në trend rënës, nuk shesim në funde. Presim rikthimin drejt një zone rezistence. Hyrja e zgjuar ndodh kur çmimi ngjitet përkohësisht, afrohet te një zonë e njohur. Shfaqet refuzimi I çmimeve të larta. Edhe këtu durimi është çelësi. 6. Si dallon rikthimi nga ndryshimi I trendit. Rikthimi ka lëvizje më të dobta. Shirinit janë më të vegjël. Ndodh brenda strukturës së trendit. Ndryshimi I trendit thyen strukturën, krijon drejtime të reja, shoqërohet me forcë të madhe. Mos u tremb nga rikthimi. Trembu nga humbja e strukturës. 7. Ushtrim praktik për ditën 11 hapi 1. Zgjidh disa tregje. Euro ndaj dollarit amerikan. Poundi ndaj dollarit amerikan. Dollari amerikan ndaj yenit japonez. Hapi 2. Vendos grafikun ditor. Identifiko drejtimin kryesor. Hapi 3. Kalo në grafikun 4 orësh. Gjej rikthimet brenda trendit. Hapi 4. Shëno me shkrim. Ku ndodhi rikthimi? Pse nuk ishte ndryshim trendi? Ku do ishte hyrja e zgjuar? Pa hyrje reale. Vetëm analizë. 8. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 11? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh se rikthimi është pjesë e trendit. Mos ndjekësh çmimin. Presësh vendin e duhur. Ndërtosh durim tregtari. Përfundim. Tregu gjithmonë të jep një shans të dytë, por vetëm për ata që dinë të presin. Kush ndjek çmimin, ndjek emocionin. Kush pret rikthimin, ndjek logjikën.